Shqipëri, po sigurisht që Kosovën tonë të dashur, vendlindjen tonë nuk e lajmë anash për t'ju servuar edhe një storje që ka të bëj me hapje në një lokale prej një personazhi ose më saktë një gazetari dhe prezantuesi i mirënjohur nga Kosova, Agim Kita. Ai ka bërë një lokal, po jo çfarëdo lokale, në Zum ishte edhe atje pranishme për t'ju sjellë gjëra shumë ekskluzive. Apo hap derën një imbështjellë nga një ndjesi elegancë dhe ngrohtësi moderne. Ambienti është një përzierje mes luksit minimalisht dhe ndriçimit artistik, ku krijon një hapësirë të rafinuar, por të përfshirë me ndjesi të buta. Koncepti i një lokali është bazamenti i identitetit të tij. Ai përcakton gjithçka. Nga mënyra, dizajni, muzika, mënyra shërbimit të klientelës që dëshiron të tërheqësh. Një koncept i qartë dhe i veçantë e bën lokalin të dallohet në treg. Kryeqytetit e është shtuar edhe një tjetër. Më falë se të dashuri, se raston. Janë bërë 3 persona të cilët kanë bashkuar idetë e tyre inovative dhe rezultati është pikërisht ky. Në pikë M, hapjen e të cilit e pati gjatë kësaj jave. Në Zum ishte e pranishme ju sjell atmosferën e krijuar. Njeri prej Nikoqirëve, Agim Kita, ju drejtua masës me këto fjalë. Unë ju falenderoj gjithëve dhe që veç tash më armi u përqaf krejt dhe se pa kuptim, atins. Po veç ju falenderoj sinqerisht. Tepër që keni gjithë kohë më armë dhe në nderu, në hapjën e ti lokalit. Për mysafirët që ishin në numër të konsiderueshëm u kujdes grupi Fisnikët, të cilët u ngjitën në skenë duke performuar disa prej hitëve më të njohura. Një qilutje të soti, do t'i bëj për ty. Nuk munguan as personalitetet dhe personazhet nga fusha të ndryshme. Për më shumë detaje, shihoni edhe ju këto pamja. Për fund, 2 prej atyre që i dhanë shpirt kësaj nisme, Agimi dhe Raimi, për në Zum i thanë përshtypjet e tyre. Faleminderit shumë që keni ardhur në Zum, emision që moti jemi mes që dhe është emision që përcillet për Shëmjellëve. Albina, faleminderit. Ju keni ardhur në hapjen së lemrit të në pikë M Lounge and Bar këtu në Prishtinë, që është komplet e ideume edhe është ide e kamotshme e shokut tem dashtëm Rahës, Rajmukës, një njeri që gjithçka çka e mendon edhe në fund e realizon. Por e ka një të mirë që gjithmonë ka sef me punu në ekip. Interesant, shqiptarë me dash me punu gjithmonë në ekip është e çuditshme me nxjerrë është dëshirë. Por si e gjetën dyshja njëri tjetrin, normalisht për të bërë tak. Na, si mi të shmoqëm që kemi dalë në mbrëmje çdo herë dhe kom thonë që kam një pikë edhe në pikë më fix dul që nëse më realizohet që aja ëndër, do të dalim edhe do të kemi vendin ku kena me dalë çdo herë. Edhe ideja ka qenë që ky më ka thonë që mbrapa më ki çdo ide tonë që ki. Unë e kisha edhe bashkëpunëtorin Nazin edhe ai më tha edhe ai vetëm vazhdo dhe kthem në Kosovë. Cila do të jetë veçantia e këtij lokale? Pikën më është një janë disa sekrete, eni edhe emi janë sekrete, po në pikën më është edhe valvuta e zemrës që është ngritje, ngjitje. Në pikë është tamam pika se lidh krejt domethënë autoudhët edhe rrugët e Kosovës. Qa do ketë veçantë ky lokal? Do të mbledhen? Ky do të ketë të veçantë gjithçka. 3 në 1. Mëngjesin, Drekën, darkën plus ekstra
Muzik live, ka live. me pas çdo natë, edhe njëri për ty në është të orë bërë mysafir, qëtar që mropa e keni të orë, të dosht me i, ne ke emra, ka me Ne ke qenë, emra, edhe këni respekt, datë, beton. edhe shumë këngëtar tjerë. Kështu që kur të na bojnë disa persona nervoz, Po, veç ju ikon për shtëpisë edhe vina deri në mëngjes, në pikën ata e. persona mos menoni se janë ngrohtë, nuk është ashtu. Nuk janë gratë, nuk janë. Nuk janë ngrohtë. Ky lokal i ka disa veçori interesante. Ka parking mbi 2000 metra katror. Gjatë që e kemi pas si shënim, parking me pas shumë. Çmimet i ka si gjitha lokalet që funksionojnë në për qytet, nuk ka diçka të veçantë, edhe hymje nuk ka pagesë asnjëherë për kërket që vjen këtu. Kështu se këtë jetë mirësore. Edhe kuzhina ka me konë me të gjitha specialitetet, po jo të ngarkuara, edhe mëngjesi, edhe dreka dhe darka. Një stil i bukur i një ambienti për një lokal gastronomik nuk është thjesht zbukurim, është përjetim.